nga Ulqini. Uh, Nesër Po, e pam një paralajmërim për tubim masiv të plazhi i vogël për ta kundërshtuar këtë plan qeveritar për privatizim edhe dhënie me qerat të disa prej hapësirave bregdetare. Pse jeni kundër këtij plani? Atëherë, që ta kemi shumë të qartë se që ka nesër ditë protestash në botën shqiptare. Pra nesër Ulqinakët festojnë ditën e Ulqinit, sepse është dita, ose shtuna parë e prillit është dita kur mbaron sezoni i ullishtave, i blerjes të ullinjve dhe fillon sezoni i lundrimit dhe detarisë. Po komuna e Ulqinit ka vendosur që nesër të bëjë një protestë të madhe, sepse u bën gati një muaj që komuna e Ulqinit po ballafaqohet me një sulm, nëse mund ta quajmë ashtu, në hapësirën e Ulqinit, ku pra tentohet që tërë plazhi i madh, pra nga fillimi deri në fund, pra 20 milion metër katror, duan t'i jepet pra për investim, një mega investim vetëm një investitori nga Emiratet e Bashkuara dhe t'i jepet për një investim të madh, mega investim për 99 vjet që i vije për 5 brezat e të. Pra është një investitori huaj nga Emiratet e Bashkuara që po synon t'i marrë gjithë këta metra katror. Ashtu, dhe kjo po bëhet me një lloj blitzkriegu, me pa plane, pa u respektuar planet e strategjit të komunës, por edhe të malit të zi, pa planet hapësinore, pa konsulte me qytetarët, pa konsulte edhe me komunën e Ulqinit, pa dokumentacion të rregullt, kjo pa po shtyhet me forcë nga qeveria dhe bile edhe nga parlamenti e besoj, sepse kjo marrëveshje ndërshtetërore do të futet në parlament për të verifikuar së shpejti dhe pra kjo është ajo arsyeja që qytetarët, pra kryetari i komunës Genci Limanbegu i ka ftuar qytetarët. Çfarë mund të ndikojë kjo në jetën e ulqinakëve? Kjo mund të ndikojë shumë keq, pra thash një herë që është një kohëgjatje që i përfshin 5 breza, pra ne nesër flasim pra për qiramarrje 5 brezësh për stërnipat e para, e dyta, nëse turizmi është interes i veçantë për Malinë e Zi dhe ne ulqinakët, ndërtimi i banesave nuk është pra çështje strategjike për neve dhe jetësore. E dyta, dhe e treta që është shumë e rëndësishme është që flasim pra për një investim i cili i kalon pra gjitha ose nuk i respekton as planin hapësinor, as strategjitë e komunës së Ulqinit dhe të Malit të Zi. Fundit fare, që është shumë e rëndësishme, prek demografinë, sepse në një zhvillim të tillë, pra i cili do bëhet pra dhe me një investim të madh që po flitet për 35 miliard euro, pra është që thonë asaj nuk do mend shumë pra për të konkluduar që aty do na ndrojë demografinë e Ulqinit, e ju siç e dini, Ulqini është kryeqendra e shqiptarëve në Mal të Zi dhe ne këtë duam ta ruajmë. Dhe ky është shqetësim tash në dy sfera, edhe çështje ekonomike, por edhe çështje demografike, etnike, apo jo? Kjo është tani problem i multidimensional, që ka shumë me rëndësi, pra në kuvendin e komunës së Ulqinit nuk kemi vetëm shqiptar, kemi edhe malazez, pra dhe jo shqiptar, dhe të gjithë janë unanim, të gjithë janë një zëri që ky nuk është investim i duhur për komunën e Ulqinit. Pra ne nesër në javët e kaluar dhe në javët në vazhdim, komuna e Ulqinit flet një zëri, pra të gjithë këshilltarët e komunës së Ulqinit pra kanë thënë një zëri që kjo nuk është e pranueshme për ne. Dhe pse është zgjedh pikërisht kjo zonë për t'u privatizuar, për t'u dhënë me qira për këtë investitor të madh? Pse pikërisht zonat e plazhit i madh dhe pjesë tjera bregdetare? Sepse Ulqini e ka bekuar Zotin me pasuritë dhe bukuritë e natyrës, sepse është një zonë e ligjshme, zonë e mbrojtur, dhe është një zonë e madhe, zonë e gjatë, pra 12 kilometër plazh, pra 2 janë veç të zëna pra me rezortet që janë ekzistuese dhe 10 të tjera pra kanë provojnë pra për t'i dhënë me qira. Pra është një hapësirë e madhe. Unë nuk di se unë jam goxha shitist në për Evropë dhe në për botë, po unë nuk kam parë rezort që është i madh 10 kilometër. Dhe kjo, siç e thatë, do të ratifikohet si marrëveshje edhe në kuvendin e Malit të Zi, ju jeni deputet atje, çfarë mjetësh do të mund t'i shfrytëzoni në kundërshtim të këtij plani? Tani ne jemi duke bërë konsulta, duke animuar pra dhe gjithë deputetët e tjerë, jo vetëm shqiptarë, për të qenë kundër, jemi pra duke konsultuar me kolegët deputet. Nuk e di se sa do t'ja dalim mbarën, sepse qeveria bën po të njëjtën gjë me deputetët e vet, edhe deputetët e tjerë që e përkrahin qeverinë, kjo para. Dhe dyta, dhe neve do ta kontestojmë këtë edhe
edhe me anë ligjore, pra në gjykatën kushtetuese, për shkak se pra shkelin ligjet. Ligjet edhe procedurë, po edhe ligjet. Ana tretë është që neve veç kemi fituar një lloj simpatie dhe një lloj përkrahje, nëse mund ta quaj ashtu, në atë që komuniteti evropian ka shprehur brenda për procedurën dhe për firmosjen e kontratës ose marrëveshjes ndërshtetërore të Malitëzi me Emiratet e Bashkuara. Pra Dhe kjo na shkon në favor neve. Nuk janë në favor të këtij plani? Nuk janë në favor. Kjo nuk është stil evropian, as i bërë të biznes, as i zhvillimit, as i interaksionit ose i komunikimit me bashkitë lokale dhe në komunitetin lokal. Pra këtu i kemi anashkaluar gjitha, jemi jashtë standardeve evropiane. Dhe nëse nuk kthehet prapa ky plan i qeverisë, çka pritet të ketë tjetër përveç protestës së nesërme dhe mjeteve ligjore, siç e thatë, që do t'i përdorni? Në gjuhën malezeze thotë otom potom, pra kur të shohim, pastaj do bisedojmë. Java tjetër është javë intensive, në Ulqin do hapet konsullata e Republikës së Shqipërisë, ne do flasim edhe për kërkesat e tjera. Pra mbase ka ardhur koha edhe për të rishikuar, pra për të rishikuar statusin e shqiptarëve në Maltëzi, ne do shikojmë pra për të parë pra gjitha shqetësimet, sepse ky shqetësim tani që ka rënë, pra është ajo pika fundit e gotës të mbushur, ku shumica e kërkesave të shqiptarëve pra janë të përmbushura në formë gjysmake. Kemi maternitetin në Ulqin që nuk funksionon, kemi shumë pra gjëra që nuk shkojnë, zhvillimi në Ulqin etin me ritmin e avashtë, dhe ne duam pra që ta rishikojmë këtë status. Dhe pse ndodh kjo? Pse është kjo qasje e nivelit qendror ndaj komunës së Ulqinit? Ky qasje ka qenë që 140 vjet që Ulqini është pjesë e Malitëzi, pra Ulqini është komuna vetëm për të parë që nuk ka port, kurse është djepi detarisë shqiptare, por djepi detarisë e Malitëzi. Po kjo janë paradokset e të qenit, pra një qytet që ka një histori 2500 vjeçare dhe të qenit në një shtet i cili kuti e pakicë. Në fund të kësaj bisede dua t'ju pyes pak edhe për çështjet e marrëdhënieve me Kosovën, si kanë qenë komunikimet tuaja me institucionet, me liderët shtetëror të Republikës Kosovës? A ka ndonjë plan përbashkët, ndonjë ndihmë që u ofrohet prej Prishtinës? Neve komunikimin me Republikën e Kosovës gjithmonë kemi pas të rregull dhe në nivelin e duhur, pra përgëzimet për gjitha qeveritë e Republikës së Kosovës për kujdesin që e kanë treguar në nivelin e institucioneve për neve, siç e dini, shumica ulqinarëve janë të shkolluar në Kosovë. Neve elitën tonë kemi ngritur, Kosova ka qenë djepi i intelektualëve tanë, dhe kjo ka vazhduar rreth kësaj dite. Javë tjetër do të jetë panajiri i turistit të tjetër, ne do marrim pjesë. Në Podgoritë funksionon ambasada e Republikës të Kosovës, neve presim që së shpejti Kosova të ndjek rrugën e Shqipërisë, e cila të hënën pra hap konsullatën e përgjithshme në Ulqin, që edhe Kosova të hap konsullatën e përgjithshme në Ulqin, pra të shkojmë pra në këto hapat e vogla, pra nuk ka munduar asnjëherë. Në këtë relacionin tuaj me Republikën e Kosovës, një konsullate e përgjithshme në Ulqin? Në Ulqin kemi investime që vinë nga Kosova, kemi shtetas kosovar që vinë dhe punojnë këtu. Pra nuk është që nuk ka se çfarë të bëjë një konsullat për qytetarët dhe banorët e Republikës së Kosovës. Pastaj edhe për neve, shkëmbimi kulturor, ne kemi shumë studentë që studiojnë në Kosovë etj. Pra duam që ta intensifikojmë në nivel edhe komuna, pra ta intensifikojmë prezencën dhe komunikimin në Republikën e Kosovës. Zoti Capunit, falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në Kompas të ATV sonte. Shumë faleminderit për ftesën. Kemi në kontakt për gjitha zhvillimet që ndodhin në